Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të qëndruar tek Brikena dhe Mateo. Natën e mbrëmshme, gjatë orët e vona të natës, konkretisht ka qenë ora 2 e mëngjesit, Mateo dhe Brikena po flisnin tek veranda, po mundoheshin që të sqarojnë marrëdhënien e tyre, një marrëdhënie realisht shumë e ndërlikuar. Tani Brikena ishte pak konfuze në raport me ndjenjën e saj me Mateon. Mateo ka filluar që të bëhet pak kërkues në aspektin se çfarë ti kërkon dhe çfarë ti dëshiron nga unë, duke i thënë Brikenës. Në këtë rast Brikena e pash që mundoshte të arsyetohet në atë ndjesin që ajo kishte. Do me thënë, Mateo i tha, u zgjove tha në mëngjes. Tani të analizojmë pak bisedën. Më përqafove. Gjatë gjithë ditës tha nuk ma vare, nuk ma afrove. Ta bëra tha krevatin me lule, nuk e vlerësove. Erdhi tha zarfi nga vllau i madh, me të gjithë tha u solle mirë, me të gjitha u përshëndete kur dole, mua tha më takove si kur unë isha shoku i klasës parë. Thënë ishin këto fjalët e Mateos, po i citoj një për një. U ktheve tha, normalisht që nuk doja tha të dalë të pres, sepse ma prishe tha ndjesin, disponimin, që në momentin kur ike. Nuk e kuptoj tha se çfarë do nga kjo lidhje. Dëshiron tha që ta mbyllim si kapitull, apo dëshiron tha që ta vazhdojmë. Brikena tani ka ca arsyetime të paarsyeshme për mendimin tim. Tani Brikena i thonte, ti duhet ta kuptosh, unë jam një njeri që ty ta ka marri natin, do me thënë të ka marri nat, me veprimet e tua që ti bëje para 3 ditësh. Tani ti mua duhet të më japësh kohën, që mua të më kalon ky nati, që unë të qetësohem dhe pastaj unë të marr kohën time dhe të kthehem tek ti. Tani, teksa po dëgjoja këto fjalët, realisht më dukeshte Mateo një vegël, të cilën kjo vajza e menaxhon, e orienton si të don dhe mundoj që të arsyetohet. Kur ti me të gjithë banorët argëtohesh edhe kënaqesh, kur ti me të gjithë banorët kalon jashtëzakonisht mirë, pse me Mateo e pas ke gjithë këtë inatin ku Mateo nuk të bëri asnjë gjë? Arsyeja e gjithë këtij inatit dhe mlefit, dikur ishte Selin, sot do me thënë ishte që ti nuk më ke pyetur se si ndjehem unë, që ty nuk më ke pyetur se si jam unë, që ty nuk më ke pyetur se çfarë unë ndjej brenda vetes time për ty. Do me thënë, kjo është një arsyetim koti që unë e shoh Brikenën që dëshiron t'i kalon këto ditët brenda shtëpisë dhe nuk dëshiron që ta qetësoj veten e saj për të vazhduar Mateo më shumë me puthje. Do me thënë, si e shofun këtë lidhjen? Tani Brikena e dha një puthje të pasigurt. Ndoshta në ato momente ishte e ndjerë, ndoshta në ato momente ishte e sigurt, po pastaj u pendua. Dhe pasi që u pendua Brikena, filloi që të largohet, të distancohet, sepse nuk e dëshiron që të ketë më puthje, përqafime dhe ledhatime me Mateon brenda në shtëpi. Dhe të gjitha këto gjëra që po ndodhin, të gjitha këto fjalë që po thuhen, janë arsyetimi i asaj që Brikena nuk dëshiron ta bën me Mateon. Dhe mua pak në fakt më duket e çuditshme fakti se si mundet ti një djalit t'i thuash deri dje të dua, të pëlqej, të argëtohesh, të lozësh me të, dhe sot të jesh në këtë qëndrimin që je. Unë mendoj që Brikena ka problem me emocionet, ka shumë luhatje, do me thënë ka luhatje të humorit jashtëzakonisht dhe kjo është e frikshme realisht, dhe tani unë mendoj që Brikena është në atë fazën të jetës së saj duke pyetur veten, a jam unë e dashuruar te Mateo, apo thjesht kam krijuar një iluzion? Unë mendoj që kjo që po ndodh mes këtij çifti nga ana e Brikenës, jo nga ana e Mateo, se Mateo di çfarë don. Mateo di çfarë kërkon. Brikena nuk e di se çfarë don. Unë mendoj që insistimi që Brikena ka për ta larguar këtë lidhjen është se Brikena është në iluzion me Mateon dhe nuk është në dashuri, ndërsa Mateo është i dashuruar me të. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie që në mëngjes ka afërsi, gjatë ditës ka një ftohje të tmerrshme dhe në darkë para gjumit pihet një cigare tek veranda duke u arsyetuar me njëri tjetrin? Dua të marr mendimin tuaj.